Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi ka marrë një rol të ri dhe mjaft të rëndësishëm në sezonin e fundit të Big Brother VIP Kosova, i cili nisi vetëm 2 net më parë. Pas një karriere të gjatë dhe të konsoliduar në skenën muzikore shqiptare, produksioni i ka besuar asaj pozicionin e opinionistes, një detyrë që kërkon profesionalizëm, komunikim të qartë dhe aftësi për të analizuar dinamikat e shtëpisë më të famshme në vend. Në paraqitjen e saj të parë live, Leonora mahniti publikun me një lok të kuruar deri në detajin më të vogël. Eleganca, stili dhe qëndrimi i sigurt bën që ajo të bëhej menjëherë një nga figurat më të komentuara të mbrëmjes. Ndjekësit në rrjetet sociale shpërthyen me komente pozitive, duke theksuar transformimin dhe energjinë e saj në këtë rol të ri. Reagimi i parë publik erdhi nga moderatorja e njohur Arbana Osmani, e cila nuk nguroi ta komplimentonte këngëtaren me një koment të shkurtër, por plot vlerësim. Çfarë ylli është? Ky reagim shkaktoi edhe më shumë bujë, duke e përforcuar idenë se Leonora është një prej surprizave më të këndshme të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova. Duket se roli i opinionistes i ka dhënë asaj një dimension të ri profesional, ndërsa publiku mezi pret ta shohë se si do të zhvillohet rrugtimi i saj në këtë spektakël. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.